Okej, erdhëm u rikthyem dhe ka nisur vera, ka nisur sezoni i plazhit dhe sa nis vera ne vajzat fillojmë me problemet, por edhe djemt kohët e fundit e themi si do ja bëjmë ne që të kemi një verë të qetë, pa shqetësime, brisjesh, qimesh për ta shijuar në totalin e saj. Dhe zgjidhja kryesore që vajzat kohët e fundit kanë zgjedhur është lazeri, por ka shumë diskutime mes atyre që bëjnë procedurën e lazerit, a duhet bërë në verë apo jo, dhe ky është një nga problemet edhe pasigurisht më shumta që ato kanë, sepse kemi dëgjuar shumë raste që lazeri mund të shkaktojë të djegura, nuk duhet bërë në verë, deri te këto problemet e tjera që thuhet që mund të shkaktojë edhe probleme me fertilitetin, të gjitha këto i flasim me mjekën dermoestetiste Ardista Beshiraj. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të kemi në studio. Kënaqësia ime gjithë. Faleminderit. Doktoresha, po flisnim për lazerin edhe sa është zgjidhje shumë e mirë, aq shoqërohet edhe me shumë pasiguri nga vajzat edhe nga djemt që duan ta kryejnë si procedurë. Sidomos tani, sepse ne thamë që ne kujtohemi për këto probleme që kemi me trupin tonë kur vjen vera, se nuk e mendojmë gjatë dimrit. Kur vjen vera dhe fillojnë vështirësitë që ne kemi në dukjen bukur të trupit, të këtyre shqetësimeve të shimeve apo këto brisjet që vajzat përdorin dhe që shkaktojnë edhe irritime në lëkurë, kështu që të gjithë drejtohen te lazeri, po a është kjo koha e dur e të kryerit një procedurë të tillë? Nëse po flasim për një teknologji të avancuar, mendoj që është çdo kohë e dur, por patjetër e mira do ishte një periudhë përfshirë tetor-prill, në rastin e një teknologjie 2025-2026, sikur dhe disponoj për shembull në klinikën time, ka të bëj zhvillimi i teknologjisë me ndarjen e gjatësisë së valës. Që do me thënë, është e rëndësishme të kuptohet mënyra se si bëhet epilimi dhe arsyeja pse më përpara nuk rekomandoheshin këto në stinën e verës. Mënyra e epilimit ose mënyra se si shkatrohet qimja dhe bulbi ndahet nëpërmjet ngjyrimit lëkurës. Është një metodë që quhet metoda e Fitzpatrick, që diferencon 6 ngjyrime të lëkurës. Nga 1 deri te 6, por më tipiket për zonën tonë janë nga 1 deri te 4. Për Shqipërinë thua? Edhe për rajonin po flasim, edhe për zonën e Italisë, Greqisë, Spanjës. Na karakterizon kjo. Po, jemi mesdetar. Po nuk do me thonë që nuk ka fototipe si puna ime, që jemi 1-2. Pse është rëndësishme që të dallohen këto ose të dihen këto gjëra, sepse ekzistojnë gjatësi vale që shumica e njerëzve mendojnë që ky është emri marketues, mund të përmendim Aleksandritin, që dëgjoj shumë që doktoresha e ke Aleksandritin, por Aleksandrit është gjatësi vale. Dhe duke njohur këtë fototip që duhet të bëhet një konsultim me mjekun, bëhet e mundur që të arrihet të bëhet një bashkëpunim në fototipe 1-2 si puna ime dhe e tjerë. Po pra, se unë këto doja të pyesja Fatike. Me teknologjinë e re që dispononi, a është e mundur që të ne prototipet Tashmë po. Në praktikën e punës dhe në klinikën time disponoj lazerin që më në fund kemi mundësi dhe ne të bëjmë epilim. Pra, ju që keni lëkurë të bardhë dhe shime të bardha. Sa thuaj që nuk i ka. Sepse ka qenë shumë problematike. Diun për personat që kanë qenë shumë të bardhë dhe kanë qenë bjond. Me thënë? Bjond. Unë më përpara mund të them që kisha 8 vite që provoja të epilohesha me lazer dhe sigurisht se nuk arrija dot. Jo, nuk funksiononte. Të paktën tek mua jo. Por sa të mirë informuar jemi ne, doktoresha, sa i përket lazerit, sepse dëgjojmë shumë vajza që marrin informacione të gabuara sa i përket lazerit. Nëse bëjmë lazerin të gjithë trupin, probabiliteti që të dalin pas disa vitesh në zona ku nuk duhet të dalin është e mundur, sepse qimja duhet dali. Problematika nga më të ndryshmet. Epilimi vërtet thuhet që është i përhershëm, por është i përhershëm për ato qime që goditen. Por nuk do me thonë që nuk do dalin qimet të reja. Pra, lazeri nuk është duk për gjithmonë qimet. Këtë duhet... Shduk për gjithmonë qimet të cilat janë ekzistente, por s'do me thonë që ne në ndikim hormonal nuk mund të kemi qimëzim të ri. Mund të dalin dhe prandaj është dhe protokolli që 1 deri në 2 herë në vit bëhen seanca rikujtese, mirëmbajtje. Si funksionon, që ta marrim tamam, si funksionon dhe çfarë është në terma teorik lazeri si procedurë? Lazeri është një burim drite, e cila në momentin kur aplikohet në zonën, sikur dhe ju shpjegova këto ngjyrimet e lëkurës, bën të mundur përthithjen e
kësaj burimi të drite dhe konvertimit në burim energjie nxehtësie. Kjo është dhe arsyeja pse e çon bulbin, le të themi, në gjendje vuajtje, sepse konverton burimin e dritës në burim nxehtësie, duke bërë mjedisin të pa mundur për të zhvilluar, le të themi. Është një proces që funksionon me seanca, apo jo? Dhe shpesh ka reklamat të ndryshme që thonë me 3 seanca është e zgjidhur, me 4, me 5. Ka një limit apo është individuale të çdo person numri seancave që duhet bëj për të zhdukur qimet? Numri seancave varet nga ngjyrimi i lëkurës, sa më i çelët jetë ngjyrimi i lëkurës. Dhe nga sasia kam përshtypjen. Po, deri diku dhe nga sasia, po më tepër nga ngjyrimi i lëkurës, sa më e çelët, aq më shumë seanca. Sa më errët, aq më pak seanca, por edhe nga teknologjia. Janë 2 komponentë që vinë në mënyrë të drejtë. Cilat janë zonat të cilat preferohen dhe kërkohen më së shumti? Përgjithsisht, Total Body është ajo kërkesa më e lartë, sepse dhe me Total Body ofertat janë dhe më të mira dhe më konveniente për pacientë. Pra për gjithë pjesën e trupit. Po në qoftë se ka pacient që duan zona, është zona e bikinit, që është shumë e preferuar, sidomos tani për verë, janë ashelet, zona e sqetullave dhe këmbët. Dhe nëse ndalemi pak tani dhe tek vera, duke qenë se ka shumë vajza që e nisin mbas në këtë periudhën maj, qershor, që është deri diku pak le të themi, edhe jo shumë konvenuese sa i përket dhe faktit që vjen vera dhe duhet ndërprer lazeri. Duhet ndërprer lazeri gjatë verës, sepse di që rrezet e diellit, nxirja e trupit automatikisht e bën të pamundur që edhe rrezet më pas të ndikojnë. Jo, pa qëllim nisa më parë të shpjegoja këtë tetor prill është periudha. Të fakt, sepse në teknologjitë e reja janë këto gjatësi vale, të cilat ne na mundsojnë, për shembull si mjek ose si klinik, që ne të bëjmë kombinime. Për shembull, nëse ne nisim me një puls të moderuar të gjatësisë së valës Aleksandrit dhe në ngjyrimet e lëkurave, për shembull 3-4, në sezonin e verës, të cilët marrin rrezatim, patjetër që kalojmë në gjatësinë e valës Yin Yang, që është shumë e përshtatshme dhe shumë efikase për këto ngjyrime 3-4 dhe nuk na lejojnë ne që të gabojmë për djegjet apo për ose edhe me mirëmbajtjen e pacientit, se pacienti mund të ndodhë që të marri burim energjie dhe më pas ditën tjetër të dali ekspozim në plazh. Dhe kjo e disfavorizon. Po, se është një rregull që brenda 24 orëve nuk duhet ketë ekspozim ndaj diellit. Më tepër është brenda 7 ditësh do ishte mirë. 72 orë deri në 7 ditë do ishte mirë që mos të ekspozohen. Ardis, ekspozimi do të thotë vetëm që të mbrosh lëkurën edhe të mos dalin qime, apo të mbrosh lëkurën edhe nga njolla apo djegje që mund të shkaktoj dielli pas lazerit? Ekspozimi do të thonë që ta lejosh, mos ekspozimi më saktë, është që ta lejosh procesin e konvertimit të burimit të energjisë së dritës në burim nxehtësie, pa e stresuar lëkurën dhe pa e pigmentuar. Rrezatim diellor na bën ato që ne të kemi nxirjen e trupit. Në momentin kur ne kemi rrezatim të marrë nga energjia e lazerit dhe nga energjia e diellit, e bën zonën që të jetë shumë më e ndjeshme ndaj këtij procesi dhe më pak aktive ose më pak efikase. Kam dëgjuar që kjo sjellë një lloj dehidratimi thare të lëkurës, është e vërtet? Ekspozimin e diell. Po, nëse ne nuk mirëmbajmë në këshillat që duhet. Patjetër që po. Patjetër, sepse është këshillat prandaj jepen. Po, e di. Pra dehidratimi ndodh prej kësaj. Mund të ndodhë prej ekspozimit, po edhe nga stili jetesës që pacient, ose konsumimi i alkoolit pikërisht në këto 3 ditë post trajtimit lazerit nuk është indikuar. Po, sepse alkooli është një faktor kyç për dehidratimin. Po, a është vërtet dhe për produktet që duhet përdorim brenda 24 orëve, sa 72 orëve nuk duhet të marrim për pjesën e sjetullave, deodorantët me alkool, apo edhe larësit e trupit me aromëra dhe kimikate të ndryshme. Duhet vetëm ujë. Në terapin post lazerit, rekomandimi më i madh është tek moslagja e zonës, domethënë të mos lahesh për 5 orë. Nëse do ishte e mundur për 24 orë, mund edhe të evitohet dhe të shmanget lagja e trupit. Në çfarë do lloj rasti nuk është se ndikon detergjenti, thjesht zona duhet jetë e thatë. Ky është rregulli të paktën për 5 orë. Për sa i përket deodorantit me alkool, unë mendoj që kjo duhet evituar në çdo lloj rasti, se nuk është një praktike e mirë edhe për anën tonë shëndetësore.
Doktoresha, po shohim edhe këto foto që duhen ekstreme, djegje ekstreme të lëkurës nga lazeri. Çfarë bëhet gabim? Është një gabim që e bën klinika, apo është një gabim që pacienti nuk ndjen rregullat që ju i rekomandoni pas procedurës së lazerit? Nëse po flasim për këtë rast, mendoj që është keq menaxhimi i klinikës. Këto janë shenja që shfaqet me njëherë, doktoresha, apo mbrapa? Mund të shfaqen blister, dhe me blister në kuptojmë thucka ujë që është djegja e 2 e 3 e lëkurës, por përgjithsisht këto hiperpigmentimet shfaqen post, të më thënë këto njollat kafe. Me njëherë, bas 24-72 orë, po dhe pas një jave mund të jenë më evidente. Ka të bëj një pajisje një cilësisë të ullët, apo ka të bëj mënyra se si pacienti pastaj e trajton dhe në shtëpi? Për shembull, sa bën lazerin, shkon në plazh dhe mund t'i ndodhë kjo gjë? Unë mendoj që ka të bëjë më tepër praktika e keqe, ose keq menaxhimi i stafit që aplikohet nga një staf i pa trajnuar, së pari, dhe kjo është një nga metodat më të këqija që po funksionon ditë e sotme, dhe një lazer i cili nuk është i kualiteteve, nuk dua të them kinez, do më thënë nga këto me kualitete 0, por një lazer që nuk ka kualifikimet për të kryer epilime. Pra ti po thua që pjesa më e madhe e këtyre situatave jo të këndshme që i ndodhin vajzat për djegje apo irritimet lëkurës, është për shkak të papërgjegjshmërisë të klinikës. Po, është 50 me 50. Papërgjegjshmëria e klinikës edhe për zgjedhja e aparaturës. A është rikuperueshëm ai dëmi pastaj? Si duket djegje që mbeten përjetë në lëkurë? Nuk ka asnjë gjë në aspektin estetik, nuk ka asnjë gjë që mbetet përjetë. Patjetër që ai pacient duhet të kryej trajtime të ndryshme, me një mjek të specializuar që të bëj një rikuperim gradual edhe të ngadalt, sepse të me njëherë shumë nuk ka. Çfarë duhet kemë parasysh vajzat para se të shkojnë të bëjnë lazer, doktoresha? Me thënë cilat janë, le të themi, edhe detaje që ato duhet të ndajnë edhe me ju, sa i përket të bëjnë lazer. Në momentin kur më vinë në klinik, për të cilën konsultohen për një epilim, patjetër që u hapet një kartel mjekësore, sepse është shumë e rëndësishme që të dihet edhe ana shëndetësore e pacientit, apo arsyeja pse po e aplikon këtë, sepse nuk është vetëm estetike, do të thonë kam pacient, do duket e çuditshme, po kam pacientë të cilët e kryejnë lazerin dhe për efekte jo të mira nga aspekti psikologjik, do më të në thjesht nuk dihen shumë të bukura, shumë të mira. Ashtu si kur kryejnë trajtime estetike pa kriter, edhe me lazerin e kam është bezdije madhe në drejtën merresh me qimet çdo 2 ditë, sidomos në verë që edhe brenda ditës fillon rritja shumë e shpeshtë. Po, nuk mund të flasim që edhe me një të bëhet për shembull 4 herë menaxhimi i lazerit thjesht në mirëmbajtje është too much, është e tepër. 4 herë në vit, po thua. Vin 4 herë në vit vetëm se duan thjesht sepse ka një dalje, 2 dalje të qimeve dhe që janë pak të fiksuara, le të themi. Po alergjit, problemet hormonale, pra janë disa detaje që duhet i ndajnë me ju? Po, patjetër që duhet, sepse në momentin kur pacientja ka disbalancime hormonale, atëherë lazeri është një proces mirëmbajtës për atë, nuk është një proces definitiv epilues. Dhe disa, le të themi, probleme hormonale janë, më çfarë kam parë në vajza, në rrjete, janë qimet që dalin në zonën e mjekrës, por që le të themi janë paksa goxha të theksuara. Lazeri i heq këto, pra i ndihmon. Problematika që sa po shpjegua tani quhet hirsutizëm, edhe është një problematik që vjen përgjithsisht nga probleme cistike, nga ana ginekologjike, por mund të vijë dhe nga problematika hormonale të rritjes së testosteronit që mund të kenë femrat. Në rastet të tilla, i informohet pacientit që lazeri nuk ka 100% efikasitet, ka 80-90% efikasitet, nuk dua të gënjej për këtë pjesë, por efikasiteti 100% arrihet në një kohë pak, nëse je konsistent.
Në rastet të tilla ku ka hirsutizëm, i informohet pacientit që ky është një mirëmbajtje me qëllim epilimit të përhershëm. Po meshkujt nga ana tjetër, a kanë thyer pak atë punë që nuk kishin qime, nuk depilohen, nuk Në klinikën time ka kjo tabu shtyrë prej kohësh. Ka njerëz që vinë pikërisht për këtë. Po, për lazer. Për lazer. Krarori xhamë. Po. Pra, cila ajo zonë që preferon meshkujt? Krarorin, Krarori është një nga zonat që preferojnë, zona e kurrizit. Po. Edhe kanë filluar tani dhe pjesën e sqetullave, sepse ndjejnë goxhat. Guxojnë deri te zonat intime? Jo. Nuk kam, edhe pse nuk ofrohet si praktik tek meshkujt, i kemi bullizuar këtë pjesë tek atë. Por nuk është se guxojnë dhe ata deri aty, nuk e kanë si kërkesë. Jo, nuk e kanë si kërkesë. Edhe zona e mjekrës për të kryer atë definimi, estetikën, definimin. A janë më dramatik se gocat? Jo, meshkujt janë. E kam thënë dhe në ndërhyrjet estetike janë pacientët të cilët janë më të duruar, se ndoshta u vjen edhe zor, që të kenë lagëshmëri. Duan të bëjnë skenë. Një tjetër më të mirë. Okej, një tjetër, le të themi, situatë që her pas herë shumë vajzave i ndodh ose çka kam dëgjuar dhe lart e poshtë është kur tregojnë eksperiencat e para në klinikat kur shkojnë të bëjnë lazer është sa shumë duhet të djegit të dhëmbi seanca që bën. Pra ka vajza që postojnë një djegje të lartë, ka vajza që thonë nuk më djeg fare. Kush është sekreti dhe balanca që ne duhet po kuptojmë që po bëjmë seancat e dhura të lazerit? Duhet të na dhëmb, s'duhet të na dhëmb? Dhimbja nuk dikon fare në aspektin e të kuptuarit që po kryen funksion. Dhimbja është një faktor që indikon që organizmi jot është shumë sensibël. Që mund të jetë femra në atë rast, për shembull marrim gjinin femër, nga që është më me shumicë. Femra mund të jetë në periudhën premenstruale, që e bën trupin të jetë akoma dhe më të ndjeshëm, ose mund të jenë faktor stresi fizik ose emocional, që e rrisin këtë ndjeshmëri. Dhe pjesa tjetër pastaj, mendoj është pak mitë. Po, nuk është se duhet të... Po, varet nga teknologjia. Teknologjia, po. Dhe sa i përket teknologjisë, doktoresha, kur merret vendimi për të kryer procedurat e lazerit, ne shohim që ka shumë pajisje në treg, është diode, ky Aleksandriti që ti përmende, dhe një sër të tjera, që pastaj është diskutimi me gel pa gel, me këtë sprajn apo jo. Cila është teknologjia më e fundit, më e avancuar dhe a janë të tjerët efektiv sa teknologjitë e fundit? Pra, kë duhet zgjedhim, kë sugjeron ti? Unë nuk po e nis nga markat, sepse markat janë një formë aplikuse, marketingu, ose patjetër që kjo ka të bëjë më shumë me klinikën se në cilën markë zgjedh të investoj. Dhe një klinikë e mirë do më të mirën për pacientët e vetë. Ajo çfarë është e rëndësishme është që njerëzit të kuptojnë që ekzistojnë gjatësi vale si diode 808 nanometër, që është shumë e përshtatshme për ngjyrat e lëkurës mesdhetare. Prandaj Italia e ka shumë efikase përdorimin e diodës dhe çmimet shumë të lira, që janë të kuptueshme për këtë rast. Është gjatësia e valës Endiang, nuk është markë, është gjatësia e valës Endiang, që është shumë e rëndësishme, është 1064 nanometër si gjatësi vale, është e mirë për ngjyrimet e lëkurës 3, 4, 5 dhe 6, për ngjyrimet e errta, dhe është gjatësia e valës Aleksandriti i famshëm, që është i përshtatshëm në gjatësi vale 755 nanometër, është i përshtatshëm për ngjyrimet e çelta. Tani, të gjitha këto gjatësi që janë më të përdorshme dhe që unë përmenda, mund t'i ketë çdo lloj marke. Nuk është se mund t'i ketë vetëm një markë. Ka lazera që i kanë gjatësitë e kombinuara me njëra tjetër, ka lazera që vinë në gjatësi vale vetëm në njërën gjatësi, jo të kombinuara. E mira do ishte të paktën dhe unë kam zgjedhur një markë shumë të mirë gjermane, të cilat ka 2 gjatësi vale të ndryshme, që janë më të përdorshme, gjatësia e valës Aleksandrit dhe gjatësia e valës Endiang. Dhe këto janë të kombinueshme për pacientët që nisin me Aleksandritin, që ose unë si mjek vendos, ta nis me gjatësinë e valës Aleksandrit, në periudhën e verës, prandaj tash që varet nga teknologjia, e ndryshoj e konvertoj në gjatësi vale Endiang, që pacienti mos të ndërpresi këtë proces kurimi, le të themi. Ose në aspekt mirëmbajtës,
qofse është mirëmbajtës, si them, do vish në këtë periudhë. Sepse nuk na prish në një punë për këto lloj afate. Doktoresha, sa i përket edhe efekteve anësore që ka lazeri, ose kategoritë e personave që nuk duhet ta bëjnë, gjatë shtatzanisë për shembull nuk është e lejuar, apo jo? Apo ka bëjë? Gjatë shtatzanisë e mira do ishte aplikimi i proceseve traumatike mos të aplikohet, që edhe nëna mos ndjej stres. Por nuk është të paktën deri më sot unë nuk jam kompetente në aspektin e shkencës që të kthej një përgjigje që i shkakton apo jo fetusit problematik. Duke qenë se është një burim drite që nuk depërton nëpër organe, mendoj që nuk i shkakton, por prapë është dhimbja, është hiperndjeshmëria ajo që ndikon në tepër të stres. Edhe mirë të evitohet. Zakonisht nuk e marrin përsipër as vetë pacientët. Jo, edhe unë nuk e rekomandoj, po është edhe një proces që ti e në ndikim hormonal. Pra, doktoresha, ti hetë poshtë dhe ato letimi zëra dhe mitet që është krijuar për lazerin që ndikon tek mitra, pra që vajzat mos të ngelin fertiliteti. Fertilitet. Teknologjitë kalojnë normalisht në procese studimi. Në qoftë se ajo si teknologji është e studiuar në shumë pacient ose nga shkencëtarë të cilët e kanë prodhuar dhe kanë marrë një certifikim, atëherë të gjitha këto frikrat mbeten frikra. Nëse kjo do ndodhte, atëherë i bie që të gjitha femrat do ishin fertile. Apo të gjithë meshkuj do ishin fertil. Infertil, po, okej. Po, sa i përket edhe pjesës të çmimeve, domethënë, a konsiderohet në ditët e sotme të bërit lazer në Shqipëri një luks, apo janë çmimet përballueshme? Dhe nga sa variojnë? Deri para disa vitesh konsiderohej një luks. Kjo edhe pak e drejtë deri diku, sepse me një lazer që ka një kosto goxha të lartë për klinikën, duhej arritur një çmim që të ishte kosto efikasitet. Domethënë që edhe për klinikën mos të ishte traumë, po edhe për pacientin mos të ishte. Po si variojnë çmimet? Tani tashmë janë ulur të mersi shumë nga shumë faktorë. Ka rënë euro, po. Janë shtuar klinikat në base dhe është bërë me zakonta, nuk e di. Ose shqiptarët kanë filluar papritur kanë shumë lek. Kjo është sigur, kjo është sigur. Është një investimi që bën një herë në 3 muaj, që është besoj. Edhe nuk kanë përdorim likuiditeti bankat, si në njerëzit e thjesht kanë likuiditet paraje, dhe kjo nuk është se i mendoj unë të paktën, me çfarë kanë parë, nuk e kanë problem një lëvizshmëri të çmimit në mënyrë drastike poshtë, vetëm për të kapur pacientelen. Dëgjoj, bëhen shumë oferta, kanë klinikat, thuajse bëjnë oferta për total body, për zona nga më të ndryshme, kështu që edhe vetë. Unë përgjithsisht kam parë një klinikë serioze të shtrenjta. Po pra, një klinikë serioze, mendoj unë që ka investuar me dinjitet dhe ndershmëri në atë aparatur dhe ju t'jeni. Nuk abuzon me çmimet. Nuk abuzon me çmimet, por njëkohësisht dhe nuk lë çmime thjesht hajtë më të kapin disa pacientë. Se këto klinika o janë klinikat të cilat nuk i intereson fare për pacientin dhe janë hajtë të marrim ca lek, ose janë klinika që nuk kanë staf që e kanë të trajnuar, por janë me atë pretendimin që, okej, të vej si të vej, të shkoj si të shkoj. Po pra, po, e di ku është problemi se pacientët nga ana tjetër, kur shohin, i dalin reklamat dhe shohin që një klinikë ka 150 total body, tjetra e ka 200, dhe ka një klinikë që është 60 seanca, thot, po mirë, kjo tani është e fryrë, pse duhet shkoj të 200-qa dhe jo të kjo seanca me 60 euro, për shembull. Shko është një shprehje. E lira është domosdoshmërisht e keqe në këtë rast? Jo domosdoshmërisht, por unë kam parim dhe një shprehje. Bli e lirë, bli e shtrenjtë. Më thënë, ka një arsye, në qoftë se ai është një lazer me markë prestigjioze dhe me gjatësi vale të cilët kryen punë dhe efikasitet në funksion, nuk ka kursesi që me çmimin e blerjes ai të dali për pacientin me një çmim qesharak. Kështu që këtu ka një problem. Nuk bën sens. Kështu që këtu ka një problem, sikur ju thash. Është problemi që personit që e ka investuar nuk i intereson, as për janë aparaturat pacientin. kineze. Ose janë aparaturat kineze, ose janë edhe stafi pa kualifikuar, të cilët duan të kapin sa më shumë të zënë. Por pacienti patjetër që bën zgjedhjen çfarë është më e mira për të. Qofse ka prioritet çmimin,
atëherë le të kryej eksperiencën e vet. Patjetër, mbetet Kush jam unë që të them flash më e mira. Kam unë me ta. Doktoresha, besoj për lazer jemi të qartë të gjithë se dhe gjithë informacionin e dur, po Tiri ka një pyetje tjetër sa i përket këtyre trajtimeve estetike. Që një pyetje ti, që si bëhet, po duam ta themi publikisht. Po pra, për këto vizat këtu, zakonisht meshkujt për shembull kur shkojnë palestër, kanë probleme shumë në pjesën e fytyrës, se i bie, duket sikur i bie lëkura, nuk di se çfarë ndodh. Plakeni çiko, doktoresh. Duket sikur i bie pak lëkura, i dalin të vizat apo ku diun, me theksohen shumë rrullat, nga që humbin pesë. Çfarë mund të bëjnë meshkujt në këtë rast? Theksimi i rrudhave është një gjë tjetër dhe ky fenomeni, okej. Tek pjesa e themi më shkurt, procesi i plakjes dallohet nga humbja e masës diamore, por dhe jo vetëm, domethënë mund të jetë edhe stili i jetesës edhe gjenetika. Në momentin kur mua më vjen një pacient në klinik me të tillë problematik, unë e shpjegoj fare lehtë, i them të kanë rënë shtyllat për të mbajtur këtë çatin. Dhe merret në terapitë e durës, që është një nga terapitë më të dashura për pacientëlën time, glukoza e famshme, që në klinikën time është shumë e përdorshme si praktik. Dhe çfarë është glukoza? Është një biostimulues në formatin polilaktik acid, që bën të mundur stimulimin e masës diamore në zonën ku aplikohet. Dhe më e rëndësishme është që midface ose zona e mesme është ajo çatia kryesore që të mbaj atë trekëndçin youthful. Dhe është në formë injeksioni. Po në rastin e rrullave pastaj? Një pyetje thamë, jo me radhë. Në rastin e rrullave, ku thekson më shumë si pasojë humbjes masës diamore. Ato ka pikime të ndryshme, që në varësi se si mjeku e koncepton të bën një terapi adapte. Ka aplikime të ndryshme, po ka zgjidhje. Ka zgjidhje, kjo është e rëndësishme, ja, unë e vërtetoj që ka zgjidhje. Edhe sa herë më pyesin, Romina, shumë bukur fytyrë, po them, kam merit mami, babi dhe doktoresha Ardisa. Të tre, pa të. Doktoresha e shumë faleminderit shumë që erdhe dhe faleminderit për gjithë informacionet që neve. Okej, ikim reklama dhe kthehemi pas pak me një super rockstar muzik pas pak.